Lefki. Edhe sot jemi me banorët e Luzit, kanë dalë për drejtën e tyre legjitime për rrugën. Edhe javën e kalume kanë bërë paralajmërime që do bllokohet rruga, edhe sot e kanë bllokuar rrugën, sepse janë drejtën e tyre. Kjo është një protestë jo politike, është një protestë vetëm për drejtat e tyre qytetare. Kemi pa që në gjithë Shqipërinë po bllokohet rruga, po bin masiv dheu, ndërkohë këtu është një problem tjetër. Para 15 vjetësh ta burra edhe ca të tjerë që s'janë mon jetë kanë dalë tu me bllokuar rrugën që ky aks mos bëhej, sepse është rrugë lagje, kjo është rrugë fshati. Luzi ja dha këtë rrugë qytetit Fushkrujës, po edhe të gjithë Shqipërisë. E boni këtë sakrificë dhe ja dha rrugën, dhe ta lejnë Luzin këtë lloj forme është krim. Prandaj është e drejta këtyre banorëve jo me dalë në protestë, po me bë akte tjera edhe më të dhunshme, sepse këtu duhet i përgjigje. Prandaj bëj thirrje nga Luzi ARSH-s, autoritetit rrugor shqiptar, se e dim se në çfarë skandalesh është përfshi kohët e fundit, vi këtu ai drejtori edhe të shoh rrugën. Në rast se kalon makina aty këtu, atëherë t'ju thot luzianëve që të kalojnë edhe makinat e këtyre, se janë bë makinat çdo ditë për servis. Gjithë bizneset që janë këtë zonë janë totalisht të rrënume, të dështume. Ai Bedriu që ka atë lavazhin duhet ta myll se nuk ka kush e la makinën këtu. Luli që ka servisin atje si vjen më kokër makine as nga Lezhë as nga Laçi, pra janë duke falimentuar edhe dyqanet e tjera, se s'ka kush ble këtu. Është rrezik permanent për fëmijët e shkollës që janë këtu, fëmijët e Gjon Lukës, kësaj shkolle të mrekullueshme që kanë nxjerr talente gjithmonë, është rrezik sepse s'ka mbikalim. Kalamajt kalojnë këtu për ditë për me shku te shkolla, edhe janë kamionat që rrezikojnë jetën. Nuk bëjnë dot mbikalim hekri nga këtu për ta nxjerrë direkt te shkolla. Këto janë kërkesa të cilat janë legjitime për këta njerëz. Çap po kërkojnë? Po kërkojnë luks me ashtruar me flori, jo më vlladun asfalt edhe asfalt cilësor. Jo me ardhthu, me hedh çakull e granil që me shiun e radhës e merr lumi edhe bie poshtë. E njëjta situatë është edhe te Luzi tjetër, te Luzi poshtë. Është rruga e cila është skandaloze. Prandaj u rregullu çështja e ujit atje, se e kanë hap rrugën edhe nuk e kanë mbyll dot. Pra as aty nuk hedhin dot asfalt. Duhet asfalt i trash. Duhet asfalt me standardet europiane, sepse këtu kalojnë kamionat dhe është një rrugë që do prishet. Prandaj ARSH-ja duhet vi këtu, ne do bëjmë shkresë, se kemi radhë dakord bashkë me banorët, do firmosim banorët, do kërkojmë informacion se ku çalo kjo pjesë. A është miratu fondi për rrugën e Luzit apo jo? Në rast se nuk është miratu, a do miratohet dhe kur do miratohet? Se nuk do vazhdoj pafund. Banorët kanë nërmend me përshkallëzu protestën. Policia sot ka bllokuar rrugën hyrje të fshatit Luz djathtas edhe këtej nga ana autostradës dhe ka deviju trafikun, dhe ta kuptoj qyteti Fushkrujës që nuk ka pru sot përfaqësues këtu, ta kuptoj se çfarë është trafiku Luzit. Se kanë hyrë kamionat në Fushkrujë sot. Sot i ke kamionat në Fushkrujë. Edhe është bo super trafik. Mirë që është trafiku mëngjesit që shkojnë nëpër punë njerëzit e nëpër shkolla, po kanë çu gjithë kamionat për Fushkrujë. I bëj thirrje edhe biznesit madh që të futet në bisedime me bashkinë edhe të gjej zgjidhje, se mund gjeti zgjidhje tjetër që ta shtrojnë këto fabrikat që veprojnë këtu, që ja morën shpirtin këtyre. Mirë që po japin, ja kanë shkatruar rrugën, po ngrehet edhe pluni. Në ver këtu nuk kalohet, sipas saj rrugë që është. Gratë e Luzit që unë i kam pa kur kthehen nga puna, nga fasonerit në orën 4, thyjnë qafën nëpër trotuare. Kjo është situata këtu, sepse është balta deri më gjuhë. Janë gropa të cilat duan një përgjigje nga ARSH-ja. Do e bëjmë këtë shkresën, edhe normalisht gjithë ta banorë do marrin përgjegjësitë e veta për me pa në formë tjetër proteste. Mos ju vi habi që do bllokohet autostrada. Nuk do rrim më këtu. Në rast se këta nuk japin përgjigje, se thanë fillim dolën një orë, nuk do dalin, mo ja ku jemi prap. Ja po dalin pra, se këta kanë seriozisht këtë punë, se po kërkojnë rrugën, nuk po kërkojnë një gjë tjetër. As me rrezu qeverinë as i gjë. Duan me ushtru rruga. Shtroni rrugën, nuk dalin protesta, vazhdojnë punët e veta. Edhe ne kemi punë tjera. Prandaj na kanë detyruar këtu me dal. I bëjmë thirrje ARSH-s edhe herë tjetër, unë do ja çoj edhe me DVD, me i disk gjithë rrugën. Edhe ai zotnia ka ardhe ka filmuar sot me dron për me kuptuar se si është rruga. Nëse makina drejtorit ARSH-s kalo këtu, në rregull po tërhiqen të gjithë. Faleminderit.